Vuani nga pagjumësia, pini një gotë nga kjo dhe do shpëtoni. Të gjithë prej nesh kemi kaluar orë ose ditë dhe net pa gjumë, të shqetësuar për orët që kalojnë ngadalë, qetësinë vrastare dhe mendjen bredharake që nuk di të ndalojë. Pagjumësia është e keqe dhe ushqet nga depresioni, stresi dhe ankthi. Sipas ekspertëve, pagjumësia mund të shkaktohet edhe nga disa medikamente, sidomos ato kundër dhimbjeve, ilaçeve të zemrës dhe tensionit të gjakut. Këto ilaçe nxisin nevojën për të urinuar dhe ankthin. Recetat bimore për pagjumësinë janë të shumta, por jo të gjitha funksionojnë. Në këtë video, sipas Bright Side, do të mësoni një recetë ideale kundër pagjumësisë dhe funksioneve të mira të tij. Çaji i bananës kundër pagjumësisë do të japë rezultate fantastike. Kjo recetë bën mrekullinë për gjumin. Banania, veçanërisht lëkura e saj, është e pasur me kalium dhe magnez. Për këtë ju duhet një banane, një çajnik dhe një maj luge me kanellë. Prini bishtin dhe majën e bananës e vendosni me gjithë lëkurë në ujë të vluar. E lini të ziejë për 10 minuta, përdorni një kulluese, hidheni çaj në një filxhan, shtoni kanellën dhe e pini të paktën një orë përpara gjumit.